Në Shqipëri, Parlamenti ka nisur diskutimet për miratimin në parim të buxhetit për vitin e ardhshëm, ndërsa për qeverinë ky buxhet ruan stabilitetin makroekonomik dhe parashikon investime në të gjithë sektorët apo edhe rritje pagash e pensionesh. Për opozitën, ai nuk do të sjellë asnjë përfitim për qytetarët dhe sipas saj nuk mban parasysh rrezikun e krizës ekonomike. Armand Mero njofton nga Tirana. Parlamenti nisi sot një seancë maraton për të diskutuar rreth buxhetit të vitit të ardhshëm dhe miratimin e tij në parim. Ashtu siç ndodh gjithmonë, pozicionet e palëve kanë qenë tërësisht të kundërta. Buxheti i vitit 2012 parazgjithash dhe mbi të gjitha garanton stabilitetin makroekonomik të ekonomisë shqiptare. Rritja e rrogave dhe pensioneve është dhe qëllimi i parë më madhor i këtij buxheti. Është rritur dyfishur ndihma ekonomike. Kanë qenë vitet të rënjes më dramatike të varfërisë dhe ky vend në saj të këtyre politikave është vendi i vetëm që ka jo rritje po ulje të papunësisë. Ky buxhet ka një qëllim tjetër madhor, Shqipëria digitale. Buxheti është buxheti i projekteve të mëdha kombëtare, i asfaltimit të mijëra kilometrave rrugë. Por për socialistët buxheti nuk do t'i sjellë asgjë më shumë qytetarëve, ndonse qeveria, siç thanë kryetari i grupit socialist Erion Braçe, vazhdon të marrë borxhe. Dini sa do të investohet? 0.1 lek për bujqësinë, 2.7 lek për transportin, 0.2 lek për arsimin, 0.1 lek për shëndetësinë, 0.1 lek për sigurinë, 0.06 lek për drejtësinë, 0.01 lek për kujdesin social, 0.08 lek për mjedisin urban, në çdo 100 lek të prodhimit kombëtar. Po, kaq pak janë. Sipas zotit Braçe, qeveria po manipulon me shifrat e borxhit dhe me ato të rritjes ekonomike, ndërkohë që siç ai qytetarët dhe bizneset kanë hyrë në një zinxhir të rrezikshëm huash ndaj njëri tjetrit, ndërkohë që çmimet janë të larta dhe konsumi është në rënje. Ky buxhet nuk është i drejtë. Ky buxhet nuk është në funksion qytetarëve. Prej tij edhe këtë vit çdo shqiptar nuk gjen punë, nuk gjen shkollë profesioni, spital kurues, kujdes shpëtues, siguri për jetën e përpronën, drejtësi për mosmarrveshjen, të tashme për veten, të ardhme për fëmijët e tij. Përkundrazi, kupton se parat publike e private janë dorë dhe i administron një burr që po mban me thonjë pushtetin, por po bën shtetin 100 vjetorin e tij. Një burr që do familjen e tij, por jo tëndën. Një burr që do veten e tij, por jo njeriu. Një burr që ka lënë peng të tashmen dhe të ardhmen tonë ekonomike, të tashmen dhe të ardhmen tonë sociale, pra shkollat e fëmijëve dhe pensionet e prindërve, në një bast politik me krizën ekonomike. Por për kryeministrin Berisha, ekonomia shqiptare në ndryshim sipas tij dhe nga ekonomitë e rajonit i ka qëndruar krizës dhe i ka regjistruar rritje fal modelit ekonomik. Kjo ekonomi, të cilën u përpoq me të gjitha mekanizmat, duke bërë një agresion të përditshëm psikologjik mbi tregjet e vendit. Qëndruan. Kjo ekonomi lumejt e djerës qytetarëve shqiptar, modeli ekonomik që ne vendosëm, bën të mundur që ekonomia shqiptare në rast se ekonomi tjera njohën recesion, njohën rënje, gjerë në minus 12-16% në rritje, të ruajnë rritjen e përvitshme ekonomike. Qeveria parashikon një rritje në 4.3% për vitin e ardhshëm, edhe më lart se ajo e parashikuar për këtë vit. Një parashikim i vlerësuar si tepër optimist nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe institucionet e tjera, të cilat presin që viti i ardhshëm të jetë me një rritje edhe më të ulët. Edhe në raportin e fundit të stabilitetit financiar të vetë Bankës së Shqipërisë është paraparë një situatë më e pasigurt që në gjysmën e dytë të këtij viti. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.